إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimi tek Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit dhe pastaj. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar. Ne jemi tashti përfunduam një muaj të shenjtë të Ramazanit. E lutem Zotin e Madhërisëm që të na ketë pranuar ato vepra që kemi bërë gjatë muajit të Ramazanit dhe agjerimin të na ketë pranuar. Dhe lutem Zotin e Madhërisëm që krejt ata që kanë agjeru pas muajit të Ramazanit të janë të pastër prej mëkateve dhe gjunoheve të tyre. Ato që deshta të filloj se të filloj, ndërsa kjo do të vazhdon edhe më shumë, është se njeriu ne muslimanët gjatë muajit të Ramazanit ka mundësi shumë për neve kemi qenë më të përkushtuar në ibadete. Kemi qenë më shumë të kujdesshëm që mos na ikin vaktet të namazeve për dikan. Se dikush na shasmanon që ka ik vakt. Po më të kujdesshëm që mos me tik vaktet e namazeve. Më të kujdesshëm që agjerimin me bot të mirë, të plot, më të kujdesshëm që ndoshta edhe teravit dikujt mos me ik, ka qenë më të kujdesshëm. Kështu që kemi qenë duke u përpiqur me qenë më afër Allahut Azza wa Jall gjatë muajit të Ramazanit. Mirë po. Disa prej njerëzve ju ndryshon gjendja e tyre pas Ramazanit. Pasi që të lirohen edhe armiqtë e njerëzve, e ata janë gjinë shejtanët, kur të lirohen ata të generalet e tyre që janë prangosur me zinxhir që mos t'i pengojnë njerëzit në ibadete, kur tash ata lirohen, tash i jashton dëshirën e epsheve më shumë, dëshirën për dunja më shumë, dhe personi i tillë ka mundësi fillon me uzbeh, në ibadetet e tij me uzbeh, ndoshta ndonjëri Zoti na rujt edhe me ilan ibadetet krejt. Ndoshta namazin e tij ka fillu gjatë muajit të Ramazanit me fol. Ndërsa pas Ramazanit ai ndoshta e lën namazin krejt. Ose prej 5 vakteve e kthen në një vakt. E kështu me radhë. Mirë po, për këta njerëz i thuhet sikur ngjarja e kur vdiq pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur vdiq njerëzit u habetën, vdiq. Omeri radiallahu anhu u mërzit, u piklu dhe sa që nuk e pranojke. Logjika e tij, mendja e tij s'ja pranojke që i dërguar i Zotit më dalë për kësaj bote dhe mos më kthy më kur. Mirë po, thojke që me bo me thot dikush që ka vdek pejgamberi do t'ja prej dur dhe këmbë. Se pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam s'ka vdekur. Por ai veç është shku tek Zoti, sikur që Musa alayhi salam kur pa të shku në kodrën Turi Sina për me marr Tevratin, u pa të vonu 40 ditë. Edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam veç është shku tek Allahu, ama ai s'ka vdek. Ato pari prandaj pas kësajna ato pari kaloi njeriu më i ditur i këtij umeti pas pejgamberit sa. Ai ishte Abu Bekri. Edhe Abu Bekri radiallahu anhu i tha Omerit, ma je vetëm pak Omer, ma je vetëm pak Omer. Edhe hypi në hutbën që ishte, edhe i tha, në mesin e fjalëve që i tha, Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammeda, fa inna Muhammeden kad mat. O ju njerëz, kush ka qenë ai njeri që e ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Muhammed asam vdiq. Wa man kana ya'budu Allah, fa innahu hayyun la yamut. E kush është ai që ka adhuru Allahun? Allahu është gjallë dhe ai s'vdes kur. Allahu nuk vdes kur. Kësi thuhet këtyre njerëzve që kalojnë prej do njerëzve të mirë, të sjellshëm në ibadete, në adhurimin ndaj Allahut Azza wa Jall, e pas muajit të Ramazanit e lajnë krejt sikur tashmë Allah s'u ka kërkon kurrë prej tyre, atyre ju thuhet o ju njerëz,
Nëse ke qenë duke e adhuru mujin si muji ka shku. E nëse ke qenë duke e adhuru Allahun në këtë muaj të Ramazanit që ishte, Allahu është gjallë, ai nuk vdes kur, ai pret prej teje ibadetet e ti me i qunë vend. Pra ajo çka prej neve kërkohet të jemi të vazhdueshëm në ibadet. E mos të jemi sezonal. Të mos jemi që bëjmë ibadet në një kohë e një kohë tjetër ju. Ose të bëjmë në një muj, në mujin tjetër ju. Ose veç ditën natën ju, ose veç natën ditën ju. Po të jemi të vazhdueshëm në ibadet. Kështu kërkon ky dini i jonë edhe ajo prej synimeve të mujit të Ramazanit ka qenë si një vend ku muslimanët i mbushin bataritë e tyre të imanit e tyre, zemrat e tyre i mbushin me forcë të imanit, që gjatë tërt vitit të Ramazanit me kanë me pas mundësi me adhuru Allahun më lehtë. Ndërsa kjo me vazhdu në vepra, në ibadete me vazhdu, është prej gjërave më të mira të dinit tonë islam që ka kërku. Allahu Azza wa Jall, edhe prej tipareve më të mira të besimtarëve, Allahu Azza wa Jall, kur janë nis dhe i përmend tipare të mira të besimtarëve, njerëzve të mirë, a di çka ju thot? Thot alladhina hum ala salatihim daimun. Besimtarë të mirë janë ata të cilët në namazet e tyre ata janë të vazhdueshëm. Nuk janë të përkohshëm, por janë të vazhdueshëm. Kështu tha Allah Azza wa Jall për tipareve të mira, të besimtarit të mirë, është ai me qenë i vazhdueshëm në ibadetin dhe në namazin e tij. Mufesirët për ty në Saadi, kur e spjegon këtë ajet, thëtë se kjo ka për qëllim. Allahu dënë që ti namazin tanë me qenë i përkushtuar, me qenë i përkushtuar në ato shtyllat e namazit, kushtet e namazit, përqëndrueshmërinë në namaz, vajibatet, obligimet që janë që lidhen me namazin, kërkon prej teje, dhe e dyta, Allahu këtu po ju drejtohet njerëzve se Allahu i përshkruan për të mirë ata që kur t'ja nisin namazin me fal, ata më nuk e lajnë kur, ata kur t'ja nisin me bën një vepër të mirë, ata nuk i ndalen asoj vepre të mirë më kur. Allahu Azza wa Jall i ju drejtu jo veç njerëzve të thjeshtë në përgjithësi dhe porzit e përmendni si tipar të besimtarëve të mirë, por ju ka drejtu njerëzve më të mirë të rruzullit të kësor pejgamberve. Edhe atyre ju ka drejtu që mos me konë sezonal njerëz, por me konë për jetë. Feja jonë, dini jonë do t'jetë prej momentit kur të lindë fëmija, prej kur të lindë, këtë dini jonë na ka mësu shka me vonë. Prej kur të lindë, e në orë disa transmitime, ka pak në zingjirë, po disha e ka më të mira, prej atë me njëherë, shkëtin në veshin e gjatë të ti jak në nezonin. Në kametin janë shumë adept të transmitimet. Më rëndësi, prej kur të lindë shka me bon, e pasaj kur të rritet pak shka me i bon, e kur të hinë moshën madhore, aj si me vepru, e pasaj kur qëtë me njës si me vepru, e deri ta zan akshami si do të trajtën ditën, ta hez ditën e ti, mujnë e ti, jetën e ti kretë. Ai ju ka drejtu, Allah Azza wa Jall njerëzve tash më të mirë pejgamberve. Në mesin e tyne, Isa alayhi salam. Isa alayhi salam ishte prej pejgamberve të Zotit që foli se ishte foshnjë. Sa lindi në periferi të qytetit, Allahu Azza wa Jall Mërjemi u mërzit. Tha, ti shakon e vdekur, ti shharu që është ime. Erdhi Gjibrili dhe i tha, mos u mërzit. Tha, po ti, se Allah ka pregadit për ty. Ti shkët është i populli, merë djallin dur, ti më si fal njerëzve. Ti vesh ban një me shen njerëzve që në poqin a i sen, falni me foshnjen, a i beso lindi. Kur e parë Mërjemen, ishte një besimtare e veçante dhe vëshme. Ajo cilin Zekeria e kishte nda me një kasullë dhe veçant në Kuds për me adhuru Zotin dhe veçant. Kur i erdhë me thmi, ata i thanë, njerëzit, jehudit e asën kohë, e thanë, oj Mërjeme, qka o bo puna jo të kështu? Nanën nuk e ke pasur të tilë, as babën nuk e ke pasur kësi njëri, edhe ti e motra e Harunit. As nanën se ke pasur të tilë, dhe më të s'ka qenë nana jo të zinaqare, se ti këto është me zina e pas ke bon. Ushtë histori e gjatë, shkurt për i bitash. Me rëndësi, aja bajke me shenjë falni me djallin,
Ata thëshin, po çka të flas me ai foshnjeve së lindi? Atëherë Allahu Azza wa Jall i dha një mrekulli Isës alayhi salam qëndje. Edhe i tha o ju njerëz, Isa alayhi salam si foshnjë janë si po i flet njerëzve. O ju njerëz, mos ma ngusni nanën time. Se unë nuk jam tjetër vetëm se rob dhe i dërguar i Zotit. Allahu mu ka më dhon liber. Dhe Allahu Azza wa Jall unë ka porosit wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Edhe Zoti unë ka porosit mu që ti si të nisësh me hynë moshën, për mja nisë mu fal, ti me fal namazin, me dhënë zakatin, sa t'jesh gjallë. Gjithherë, jo një sezon, jo një kuh, por gjithë. Allah Azza wa Jall ja tha këtë pejgamberit, Isa alayhi salam, që me koni vazhdueshëm në adhurim, jo veç një kuh, por gjithherë. Kështu e tha Isa, Allahu ja përmend fjalët e tij në Kur'an, jo veç Isës, pejgamberëve të tjerë, krejtëve, por unë po e shkëqiti veç të një të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prisin e krejt pejgamberëve, më të mirin e krejt pejgamberëve, dhe më të mirin e krejt njerëzimit, dhe ato që ban shefat për njerëzimin krejt në ditën e gjykimit, dhe ai që ban shefat për njerëzit musliman që kanë hyrë në zjarmin e xhenemit, edhe ai që ban shefat me anis dita e llogarisë, edhe ai që ban shefat i cili për me hyrë në xhenet ata që kanë me hyrë. Kërpo Muhammedi s.a.s. edhe këti Allahu Azza wa Jall, edhe pse Allahu Azza wa Jall i ka thonë këti pejgamberi, ti o Muhammed, Suratul Fath, ti ban çka të dush, se ty ti kam falë të kaluar edhe të ardhmet krejt, çka ke bo gjunohet krejt edhe çka të bash në të ardhmet krejt i kam falë ty, edhe këti adisi ju drejtu Allahu, tha Muhammedet a.s. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. O Muhammed, ti adhuroje Zotin, ibadet Zotit bani derisa të vjen yaqini. Derisa të vjen yaqini, çka është për qëllim? Derisa të vjen vdekja. E nuk është qëllimi sikur do sufi, e disa të dolu prej rrethit islamit disa kështu, të cilët thonë se jo, na kena me adhuru Zotin vetë derisa të arrismi yaqinin, se Zoti po të yaqinin, veç bindjen, njoftjen Zotit veç, veç me njoft. E kur ta njoft më mirë Zotin më i lona ibadeti këtë mos i kena obligim. Ndërsa Allahu ju drejtu pejgamberëve. E kush janë më të njohtur se pejgamberët në raport me Allahun Azza wa Jall? Kush e njohin Allahun më shumë se pejgamberët? Se një askush për njerëzve të tjerë më shumë se pejgamberët. Allah pejgamberët ju tha, ju vazhdoni në adhurim. Pejgamberit tonë i tha, pejgamberit tonë më shumë ti kanë frikë Allahun. Pejgamberit tha, më shumë ti kanë frikë Allahun, e Allahu ju drejtu pra pejgamberit që ti adhuroj Allahun deri në yaqinit vjen, pra deri sa të vjen vdekja. Është edhe në hadithin që vjen prej Imran ibn Husajnit, që është në Sahih në Buhari, në koleksionin e Buhariut, që pejgamberi a.s. na tregoj neve, mos me kon i përkohshëm në ibadete në adhurime, por me kon i vazhdueshëm. Na tregoj edhe në këtë hadith që tha, jo të cilët nuk mundeni me u faluni në kam, fillimisht tha, jo faluni kur vjen koha namazit, faluni në këmbë. Tha, nëse ndonjëri për ju smon, fa in lam tastati fa qa'idan, nëse smonesh mu fal në këmbë, atëherë falu ulur. Tha pejgamberi, fa in lam tastati' fa ala janbin. Tha nëse as ul s'mënesh me u fal, por ti vazhdoje ibadetin, vazhdoje adhurimin, mos e let përkohshëm sa je me shëndet, e mos të flitet sa muj për muj. Por as me shëndetin nëse se ki të mirë, falu ul në kom, s'mund kom ul, nuk mund as ul, tha falu shtrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo çka tregon? Tregon për atë se ky dini islam kërkon prej neve me kon të vazhdueshëm në ibadet. Çashtu që ke qenë në ibadet gjatë muajit të Ramazanit. Pra nëse gjatë muajit të Ramazanit ke filluar me i fol farzet, atëherë vazhdoj farzet gjithë. Nëse gjatë muajit të Ramazanit ke lënë disa gjunohe, vazhdoj lëmjen e atyre gjunoheve gjithë. Nëse gjatë muajit të Ramazanit i ke lënë disa vepra të shëmtuara, atëherë vazhdoj lëmjen e tyre deri në fund të jetës tënde. Pastaj kjo me qenë i vazhdueshëm në fe, i vazhdueshëm në ibadete, është prej veprave që mas shumti e don Allahu Azza wa Jall. Këtë e tha kush? Pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin që e sjell Buhariu dhe Muslimi, tregon Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam e kishte thot një far hasir, një far si lloj perde me thon. Edhe atë perden me një çështë xhamis
e vënoj ke ngrit ke si në kom, e lidh ke me do pëtoja me të shka, e lidh ke dhe dil ke anej perdes, edhe i baj ke ibadet Allahut. E kur u zdrit ke, kur vi ke drita, ose kur dil ke djeli, e heke atë perden, e qitë kënë tukë dhe ullë kënë tonë. Kur e veretën shokët e ti, e verejnë se ajë natën po banë qështu, shkutën, aje qitë ke perden, për mu falë natën, edhe këta shkëshin mu falë, bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po pejgamberi sa ishte pejgamberi i Zotit. E di që këta bashkë që shban krejt pejgamberi s'mujnë me ba. Për çfarë dhe kur e kena pas tregu rastin që pejgamberi ka agjeru 2 apo 3 ditë pa prish hiç. S'ka hangër as ditën as natën, i ka bë lidhje të agjerimit. Shokët vetë ka thonë jo s'moni. Jo, mos e ngarkoni veten. Edhe këtu kur i po shokët e vet që po ju drejtohen shumë edhe po dojnë me bo që shpo ban pejgamberi a.s. Pejgamberi tha, o ju njerëz, tha khudu min el amali ma tutiqun, o ju shokët e mi, ju bani veprimet mira qatë so ja mbon pesha juaj, qatë so muni me bojt ju, bani veprimet mira, fe inna Allah la yamillu hatta tamillu, se Allah azza wa jall nuk mërzitet të ju dhon juve sevape, derisa ju nuk mërziteni me veprat e mira çka i bani. Vazhdan hadithi. Wa inna ahabba al-a'mali ila Allah ma dama wa in qall. Se ta pejgamberi se vepra më e mira. Kjo përqendron për hadithin. Vepra më e mira tek Allahu është e vazhdueshmja e jote edhe nëse është këtë vogël. E vazhdueshmja e jote edhe nëse është krejt e vogël, kjo është vepra më e mira. Për këta themina, vazhdimi në ibadete është prej veprave më të mira. Ndërsa, një rivajet tjetër për këtë hadithin që e përmenda është ardhët prej Al-Wahhab ibn Thaqafi thot, idha amilu amalan athbatuhu, tregon për familjen e pejgamberit. Tha ishin njerëz familja e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ishin njerëz që kur e bajshin një vepër, ishin të përqendruar dhe të vazhdueshëm në atë vepër. Pra ajo që kërkohet prej neve, me qenë të vazhdueshëm në veprat që i kemi fillu gjatë muajit të Ramazanit, kemi hedhur gjatë muajit të Ramazanit me ato vepra të mira, të jemi të vazhdueshëm për jetën tonë gjithherë. Nëse ke qenë ke lënë një vepër, ke pos një njeri që ke pos fyrje të lehta për gjumës tënde. Gjatë muajit të Ramazanit e ke ndal veten, se ke po që pejgamberi ka thonë, agjeroni kështu edhe disa prej atyne që se nalin gjuhën, na ka porosit dini që me agjeru me goje me krejt, e ke nal. Atër këtë ndalje në këtyre fjalëve të këqija mbaja dhe mas. Nëse ke qenë prej atyne që s'ke nuk je fal më herët, por kur hini muaji Ramazanit ja nisë edhe mu falë, e që kësi rasti mund kënë ardhë, dhe më thonë që ma kanë thonë këtë lafë, ja ke nisë mu falë se kemi dëgju do lafe, po su falës as nuk pranohet as agjerimi, atër ja ke nisë mu falë, atër këtë mos faljen, që tash ja ke nisë, vazhdoje për jetën tënde. Pra ajo që kërkohet për neve është me vazhdu në ibadete, deri sa të na vjen e vdekja, e mos me kompejtyne që e kemi shkëqit ibadetet toneve gjatë muajit të Ramazanit, pastaj i kemi lanë. Për që këtë teme fillotëm, ndërsa këtë do të vazhdojna inshallah prej të mirave që rrjedhin tek na, nëse jena prej njerëzve që e vazhdojna në veprat mira, e lusmi Allahun azza wa jall. Të na ban prej atyne që pas këtij muaji që kaloi, muajit të shenjtë të Ramazanit, të na ban prej njerëzve që jemi të vazhdueshëm në veprat e mira. E lusmi Allahun azza wa jall që të na ban të na përfundon jeta jonë me veprat e mira. Lusmi Allahun azza wa jall muslimanët kundën botë që janë Allahu të ndihmon. Varthnjakët Allahu t'i pasuron, lusmi Allahun azza wa jall xhennet me pejgamberet ton, pejgamberin Muhammed dhe pejgamberet e tjerë, Allahu atje të na takon të na bashkon, walhamdulillahi rabbil alamin.